Përshëndetje miq, unë jam Jusufi, student në Universitetin Barleti, ku jam duke përfunduar studimet bachelor në degën Informatike Aplikuar. Jam një njeri me pasion të thellë për teknologjinë dhe mendoj që kjo është mënyra ime për të shprehur kreativitetin dhe për të zgjidhur problemet në botën reale. Përpara 4 vitesh, gjatë kohës së pandemisë, nisa udhëtimin për të ndërtuar një robot që mund ndihmonte me dezinfektimin. Emri i robotit është SPAC, një akronim për Smart Protection Anti-COVID. Ajo çka filloi si një prototip i thjeshtë, tashmë ka evoluar në një robot dezinfektues funksional dhe autonom. Ky robot do të ishte një ndër sfidat që do të ndihmonte mua të fitoja eksperiencë të ndryshme si për pjesën e njohurive, gjithashtu edhe në zhvillimin e karakterit tim. Mund të them që ndërtimi i tij nuk ishte as i lehtë, as i vështirë, por më dha një eksperiencë që tani e shoh shumë të vlefshme. Ideja për SPAC-un erdhi gjatë kohës së pandemisë. Doja të ndërtoja diçka që do të mund të na ndihmonte në pastërtinë dhe sigurinë e mjediseve. Fokusi i robotit janë vendet si shkollat, spitalet, hotelet apo të gjitha vendet e tjera ku ka fluks njerëzish dhe kërkohet dezinfektim i her pas hershëm. Roboti SPAC është ndërtuar për të operuar në mjedise ku higjiena dhe siguria janë thelbësore. Spitalet kërkojnë dezinfektim të vazhdueshëm për të parandaluar përhapjen e infeksioneve. Shkollat, ku nxënësit dhe mësuesit ndërveprojnë çdo ditë, kanë nevojë për një mjedis të pastër dhe të sigurt për mësim. Aeroportet, ku kalojnë çdo ditë me mijëra udhëtar, kërkojnë dezinfektim të vazhdueshëm për të reduktuar rreziqet shëndetësore. E gjitha filloi si një dizajn i thjeshtë, i ndërtuar me mjete rrethanore, por edhe atëherë e dija që e kishte potencialin për të bërë diçka më shumë. Unë kam ndërtuar 2 versione të robotit SPAC. Të parin e ndërtova gjatë shkollës profesionale, ndërsa të dytin këtu në Barlet. Kur u regjistrova në Universitetin Barleti, çdo gjë ndryshoi. Fitova vendin e parë në konkursin që universiteti organizon çdo vit dhe gjithashtu universiteti më ofroi mundësinë për ta rindërtuar SPAC-un duke e çuar atë në një nivel profesional. Laboratori STEAM FamLab në Universitetin Barleti është i përkushtuar për të nxitur inovacionin dhe për të ofruar studentëve mjetet dhe udhëzimet që u nevojiten atyre për të realizuar idetë e tyre më së miri. Kur Jusufi më tregoi idenë e tij për robotin SPAC, duke parë edhe potencialin e tij, si mentor, roli im ishte t'i siguroja atij aksesin në burimet që i nevojiteshin duke përfshirë printra 3D, mjetet dhe materialet e disponueshme në laboratorin STEAM FamLab. Përtej mbështetjes teknike, synova të udhëzoj Jusufin në kuptimin e rëndësisë së menaxhimit të projektit, si të zbërthehen problemet komplekse në copëza më të vogla, të vendosnim qëllimet për të arritur atë që ne kishim në fokus.
Një ndër sfidat ishte ndërtimi i robotit në një dizajn modular që do të funksiononte pa probleme, si për funksionalitetin, ashtu edhe për pjesën e transportimit. Këtë arritëm ta bënim me anë të printerave 3D, që edhe nëse ndonjë pjesë e robotit dëmtohet, ne mund ta zëvendësojmë duke e riprintuar atë. STEAM FamLab u krijua për të qenë një qendër për inovacionin dhe eksperimentimin. Udhëtimi i Jusufit me robotin Spak nxjerr në pas se si ofrimi i studentëve me mjediset e duhura mund të çojë në rezultate të jashtëzakonshme. Unë besoj se roboti Spak ka potencialin për të bërë një ndikim të rëndësishëm në industrinë e kujdesit shëndetësor dhe më gjerë. Puna e Jusufit është një shembull i përsosur se si inovatorë të rinj mund të trajtojnë sfida të ndryshme me vendosmëri dhe mbështetjen e duhur. Pas përfundimit të versionit 2.0 të Spak, unë, bashkë me disa student dhe profesor, shkuam në Turqi për të ndjekur një event gjigant të quajtur Teknofest. Teknofest është një ndër eventet më të mëdha të teknologjisë ku përfshihen projekte të ndryshme inovatore. Është kaq i madh si event saqë zhvillohet në aeroport. Ka projekte inovatore, kompani të ndryshme dhe gjithashtu produkte që priten të dalin në treg. Në Teknofest pata mundësinë të prezantoja Spakun dhe gjithashtu të merrja feedback nga individ të ndryshëm. U takova me inovatorë dhe mësova shumë duke parë projektet e tyre. Të prezantoja Spakun duke shpjeguar funksionin dhe vizionin e tij ishte një eksperiencë e paharrueshme. Eksperienca në Teknofest më dha besimin dhe motivimin për të vazhduar zhvillimin e robotit tim. Zhvillimi i versionit 2.0 të robotit Spak të krijuar nga Jusufi erdhi në fillim tek unë në një version ose në një prototip të parë me një qëllim të caktuar që të përmirësonim dhe të ridizajnonim strukturën e tij të jashtme. Dhe si dizajner dhe arkitekt dhe Jusufi vetë si krijuesi, bashkëpunuam dhe punuam bashkë për të gjetur një mënyrë më eficiente për ta ndërtuar dhe për të krijuar një prototip më final të robotit Spak. Një nga qëllimet kryesore ishte që të punonim për pjesën e integritetit dhe ta bënim robotin modular duke ruajtur dhe pjesën e funksionalitetit të tij. Gjithashtu ishte një nga qëllimet e mia edhe si dizajner që t'i ofroja ndihmën time dhe udhëzimet e mia për pjesën formale, formën e robotit dhe për pjesën estetike, në nxjerrjen e ngjyrave duke bërë atë të duket sa më profesional dhe një produkt sa më përfundimtar. Një nga elementet me cila arrita ta ndihmoja Jusufin si pjesë e doktoraturës time, kisha zhvilluar një algoritëm të adaptueshëm për të gjeneruar nyje që printohen në 3D për të krijuar struktura të reja. Dhe Jusufit e ofrova si një pikë nisje që ai të vazhdonte dhe të zhvillonte produktin e tij, duke u nisur nga algoritmi që kisha krijuar më parë. Normalisht një nga sfidat kryesore ishte balancimi i pjesës funksionale të robotit me pjesën estetike të tij. Dhe normalisht një robot që supozohet të punojë nëpër spitale dhe të shihet nga fëmijë dhe nga persona të tjerë, duhet të jetë estetikisht sa më i këndshëm dhe sa më pak kërcënues. Dhe një punë që ne bëm bashkë me Jusufin ishte pikërisht ta kthenim pjesën estetike të tij sa më të paraqitshme, duke mos humbur asnjë element nga funksionaliteti që Jusufi kishte krijuar më parë. Roboti Spak për Jusufin ishte një piknisje shumë e mirë, një arritje shumë e madhe, po mbi të gjitha një pikë fillimi për pjesën tjetër të karrierës së tij. Mendoj që me përkushtimin që ai ka treguar deri tani, me arritjet që ai ka bërë dhe me ato që ai do arrijë në të ardhmen, jam i sigurt që shpikjet të tjera dhe inovacionet e reja si Spak nuk do jenë të vetmet që Jusufi do na tregojë. Me ndihmën e profesorëve dhe mjeteve në laboratorin STEAM, unë e ridizenjova Spakun duke e bërë atë versionin 2.0, një robot më i avancuar. Spaku ka një sër funksionesh për të siguruar dezinfektim të saktë dhe të plotë.
Ai përdor sensor të ndryshëm për të lëvizur në mënyrë autonome, pra është i vetë kontrolluar. Identifikon zona të ndryshme ku mund të ketë bakterie, si dorezat e dyrve, sipërfaqe të ndryshme dhe vende të tilla ku më pas roboti i dezinfekton ato. Roboti navigon nga zona në zonë edhe në një ndërtesë me disa kate, si për shembull shkolla, spitale, hotele. Kjo sigurisht bëhet me anë të ashensorëve që vetë ndërtesa ka. Mund të konfigurohet që të fillojë procesin në një orë të caktuar, si për shembull mund të fillojë herët në mëngjes, ose mund të konfigurohet që të fillojë gjatë natës. Koha e nevojshme për të përfunduar dezinfektimin e ndërtesës llogaritet dhe pasqyrohet në aplikacion. Nëpërmjet aplikacionit mund të bëhen konfigurime të ndryshme. Pas përfundimit të dezinfektimit të ndërtesës, roboti kthehet në pikën shtëpi dhe fillon të rikarikohet. Ndër karakteristikat e spakut është dhe aftësia për të naviguar në ambiente në mënyrë harmonike. Roboti është ndërtuar për të naviguar në ambiente me njerëz pa shkaktuar probleme. Ndërtimi i robotit Spak nuk ka qenë pa sfida, duke filluar që nga ideja, gjetja e pjesëve fizike, pjesëve elektronike, ndërtimi i robotit në një formë modulare. Çdo hap kërkonte zgjidhjen e problemeve të ndryshme që dilin gjatë rrugës. Por ama këto sfida janë ato që e bëjnë udhëtimin kaq të bukur. Unë e fillova ndërtimin e robotit që në shkollën profesionale dhe tani jam viti fundit në universitet dhe kjo është puna aktuale që kam arritur me robotin deri tani. Për mua kjo nuk është thjesht një robot, nuk është thjesht një produkt, është një experience, është një ndërtim dhe formim i plot për karakterin tim dhe për gjithë rrugtimin që do kem përpara. Dhe një ndër këshillat që më pëlqen shumë dhe unë e përsëris shpesh është rehat lloku nuk arrihet me rehat llok.